Projektligji për legalizimet e qeverisë Rama është kundërshtuar në Komisionin e Ekonomisë nga Demokratët, të cilët e kanë cilësuar një ligj demagogjik sa për të larduar me premtimin e dhënë. Ish ministri Bode theksoi se edhe procedura falas për qytetarët përkthehet në një kosto për ish-pronarët, pasi 30% e vlerës së shpronësimit të tyre përdoret nga Luizni. Atë një dokument apo dy dokumenta falas që jepni, nuk jepni falas për merrni parat ish-pronarëve të tokës. Që mbani 30% të vlerës së truave. Prandaj ne mbetemi jashtë diskutimit dhe debatit për këtë ligj. Kisha në vendin tuaj do kërkoja ndjesë për mungesën e përgjegjësisë, për mungesën e angazhimit, për korrupsionin, për abuzimet e bëra pafund. Juve që sot po ju digjet barku për ish-pronarët, paktën mbani përgjegjësi, se vetëm një pjesë e kësaj shume, rreth 4 miliard lek, ka shkuar në destinacion. Ndërsa diferenca prej 3 miliard lek është përdorur nga Ministria e Financave për qëllime tjera dhe në kundërshtim me ligjet. Kundërshtim për nenet të caktuara të projektligjit ka pasur edhe nga vetë mazhoranca. Socialisti Erion Braçe ka kërkuar që neni ku ka përplasje me planet urbanistike, sidomos të Bashkisë së Tiranës, të kthehet për rishqyrtim në Komisionin Përgjegjës. Kështu siç është shkuar, merret përsi plani i betonit i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Një grush njerëzish që përfaqësojnë industrinë e betonit, që po merren me këtë punë dhe që e kanë zënë kryetarin e Bashkisë së Tiranës. E kanë zënë, e kanë kapur. Do të operohet me planet rregulluese në fuqi ose me planet rregulluese duke marrë parasysh infrastrukturën rrugore të tyre, jo marrëzitë e pallateve. Përpos debateve, Artan Lame u bëri thirrje qytetarëve të mos gënjehen nga disa persona të lokalizuar në Paskuqan dhe Lezhë, që paraqiten si stafja e Luiznit, por që nuk kanë logon e këtij institucioni, pasi kërkojnë të përfitojnë të ardhura abuzivisht nga qytetarët.